Kreat apo ndër sfidat më të rënda që keni kalu në rritjen e fëmijëve? Po, fëmijët, populli thot me rrit fëmijë është si me hangër gur me dhambë. Do me thënë, nuk ka familje që nuk ka sfida gjatë rritjes së fëmijëve. Normal, në fillim janë ato dilema që si po rritën me shëndet, apo shkon krejt mirë, mandi shkolla, fakulteti, edhe jeta personale, mandi. Na i kemi fëmijë të rritun, tash Lisa e cila është ma e vogla, e ka kry fakultetin, Nolive që është të punu, edhe me Nolin po punojmë bashkë tash në Lavjerth, në Culture Cafe dhe Galeri, e bashkë menagjojmë atë pjesë të biznesit. Kështu që ndërkohë gjatë jetës, dhe më dojnë, kemi pas shumë sfidas edhe të lëviz shumë në përvendet ndryshme të botës, edhe fëmijët randohen. Dhe më dojnë, nuk është se hajtë që në tri edhe adaptohen letë. Me Nolin, për shembull, ai ka qenë pak ma i pjekun, ma i madhë, se a i ka qenë 10 vjeç kur kemi shku në Kanadë, Vesta ka qenë 3 vjeqe. Do më dhëmë Vesta nuk e mbanë mend edhe është adaptu mirë. Noli si 9 vjeqe dhe 10 vjeç në atë kohë e ka pësu një tranzicion, se të na shkolla e më pri klasës parë deri në gjimnazën fakultet jemi të njëjtën shoqëni. Atje ndronë, gjdo vjetë ndronë shoqënia, ndrojnë klasët, ndrojnë edhe shkollat. Na mandi lëvizëm prapë në Kosovë, kemi lëviz, para sa ishim në Shqipëri si refugjat, do më thonë ati i ra shumë e lëviz, prej Kosovës në Tiranë, prej Tiranës në Kanadë, prej Kanadës prapë në Kosovë, në shkollë krejt tjetër, shoqëni krejt tjetër, mandi prapë shkumë në Kanadë, jetum një vjetë e gjysë, prapë u këthi, do më thonë, gjitha ato vitet që ka qenë teenager, Noli ka pas tranzicion në shkollat të ndryshme. Për kanadezët dhe Amerikanë, kjo është normale se ata në mësu me këtë sistem prej ditës parë, për fëmijët ton ka qenë pak më ndryshe. Edhe sigurisht se ka pas edhe ai sfidat e tia, se në momente më thëjke, po kom qef me ndaj dikun ku jënë njerës të mi, ku kom ma shumë njerës të mi. Edhe që ajo më ndej e bani me vendos, kur e vendosi ku me studiu, se ishim Kosovë, a ju pranu në 2 fakultete në Vancouver, në Simon Fraser edhe në University of British Columbia, edhe në AUBG, në Universitetin Amerikan në Bulgari. A e vendosi me shku në Bulgari, se ishte me shok Kosovar. Edhe pse Kanadën e kishim si shtëpi të dyte, jetë të dyte, botë tjetër, a i vendosi me shku në Bulgari, se na nuk ishim Kanadë, ishte a i vetëm, u duke me shku vetëm. Që aty e pam që ka nevoj për lidhje me shoqnin e ti. Kërë që ajo ka qenë, mandi ajo, tash po flasim se është emision familjar, po i ka pas momentet e randa dhe aj, në të cilat jemi përfshi edhe na si familje, i ka kalu fazat e tia të provimit të substancave të ndryshme kur ka shku në fakultet, edhe jemi marrë me të një 3 vjetë bashkë me Nolin, se a i ka qenë kryesori që ka dash me ushëru edhe me dalë pra se amullie të abuzimit me substanca narkotike, po shqyqër Zotit e ka pas vullnetin aj, e ka pas përkrajhen tonë si familje, edhe ka dalë prej asaj bote në gri që i thojnë. E ka pa gati fundin me sy, po ja ku është tash që 10 vite punon, ka punu me UNICEF-in, punon me marketing, tash po merret me Lavjersin edhe me një klub natës që quhet Poshtë për edhe kështu që është i angazhuar, është shumë stabil edhe as nuk pin duhan, as nuk pin alkohol edhe jemi shumë krenar me sa shumë ka ndryshuar. Po nëse pyet një prind cilat janë sfidat, ato dhe ta ndalem se shumë e rëndësishme. Është definitivisht sfida ma e madhe njët. E në atë sfid, as familja nuk ta beson, sepse nuk jemi të lindur na si njerëz me ditë si me u ballafaqu me këto probleme. Kërkush nuk lind me përvoj automatikisht me e marrë fëmijën për para dhe me ndihmu. E dini ato përshkrimet që janë pak qesharake që thojnë çdo aparat që e blen e ka udhëzimin edhe garancionin. Kur vjen fëmiu s'ki as udhëzim, as garancion, edhe ndin momentet u shoh zot ku i kom që atë udhëzim çka me bota. Po du me dalë që tu, kur ja filloj Nora me punu në kanal si arkitekte, atëre unë ndrunë rollet, unë e u bona prindin shpi, e kjo ishte më punë, se ishte një orë e gjysë largë puna, edhe 8 orë, kështu që gati 12 orë nuk ishte në shpi, unë isha me fëmi, se kisha punë në shpi. E atëre pash, sa është me qenë grue shpi